faza. Faza e parë është krijimi i kuvendit, faza e dytë është krijimi i qeverisë së Republikës së Kosovës dhe faza shumë e rëndësishme pas kësaj është miratimi i buxhetit të Republikës së Kosovës sepse shteti shkon në kollaps. Por mendoj që kjo faza e cila e përmendet ju presidenti është e fundit, ajo në mars që përmendet data 4 apo nëse nuk gaboj 4. Është herë të flasim, por po shpresoj që partitë opozitare do të reflektojnë dhe do të ketë mirë kuptim që mos të bëhet sikurse në të kaluarën që ju e pat 11 muaj e bllokuan kuvendin e Republikës së Kosovës, por edhe krijimin e qeverisë Kurti, por edhe krijimin e qeverisë Konjuca, por edhe ashtu për zonën Albulina Aziu, por do të kalojmë dhe mos të kemi telashe apo bllokat apo shkuarje në zgjedhje, por do ta kalojmë edhe këtë sfidë.